Sa mendon që ndikon teatri në ditët e sotme tek shqiptarët, po flas konkretisht, sepse në Itali sigurisht është më ndryshe. Teatri, edhe kur është teatr i lehtë në thonjza, teatri është gjithmonë politik, sepse gjithmonë regjizori ose autori e çon një mesazh. Edhe në atë formën më të lehtë dhe më të skajshme të teatrit. Unë mendoj që në këtë moment teatri në Shqipëri, edhe në Kosovë, ka një peshë të madhe dhe një forcë të madhe dhe sidomos një përgjegjësi të madhe. Sepse teatri me forcën që ka, me emocionet që sjell, mund të lëvizë njerëzit. Dhe kush bën teatr duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë, sepse teatri nuk bëhet thjesht për të argëtuar masat. Ja. Por dhe për t'i ndërgjegjësuar dhe për t'i dhënë diçka që në atë moment i duhet. Kështu që ky është momenti fort për teatrin dhe unë shpresoj që teatri të ndihmohet, nuk e di nga shteti, po ndoshta edhe nga shteti, por sidomos të ndihmohet nga organizatat jo qeveritare që të mund të jetë i pavarur, sepse kur teatri është i pavarur, ai mund të thotë çfarë të doj. Kurse kur është i varur nga shteti, duhet i përmbahet asaj që shteti. Edhe teatri ka këtë pjesë kështu të kufizimit? Patjetër.